Përshëndetje nga kuzhina, në një ditë sot kam vendosur përgatit një tatli tradicionale në XXL madhësinë tepsi 57 cm. Familje move, musafir, bereqet, ma mirë s'ka ku shkon, elhamdulillah. Tepsinë e kom ly me vaj, tepsia është pra e toponit. Toponin e kom lshu me unze pra në temperaturë 250 gradë. Krejt përbashkët që na nevitin janë 9 vezë, 2 sheqer vanile, 2 peciva për ndryshe pluhur për pjekje, një lugë të mes me sodë bikarbone, 200 ml ujë të nxehtë, 200 ml me vaj, 800 gram me kos edhe 22 lugë të gjellës me miell. Për shërbetin na nevitin 1 litër e gjysmë me ujë të ftoftë edhe 1 kilogram me sheqer. Shërbetin nuk keni nevojë me zjas pak, veç e tretni pra sheqerin e ujë edhe mandej mbas e bojna pjekjen, duhet me qenë tatlia e nxehtë edhe shërbeti ashtu kështu është i ftoftë. Bismillah fillojna me përgatitjen. 9 vezë kemi hedhë në një ujë të thellë. Tash i morëm 2 sheqer vanile edhe i qesim. Tek vezë i hedhim pra 2 sheqer vanile. Mandej morëm 200 ml me vaj, 200 ml me ujë të nxehtë, pra të vaj. Shtojna sodën bikarbone. Edhe shtojna 800 gram me kos. I përzina të gjithë ta përbars me tel të dorës. Pasi që kemi përzi përbars mirë, tash bismillah morëm miellin. Pra hedhem 22 lugë të gjellës me miell. Mbasi kemi hedhë 22 lugë të gjellës plot me miell, tash të i qesim pra edhe të 2 pecivat për ndryshe, 2 pluhur për pjekje. I përzina mirë prap me tel edhe e kthejna blumin në tepsinë masi 57 cm. Pasi që kemi përzi edhe blumin mirë, pra që mos mbet edhe blumi kokër nga mielli, tash të bismillah morëm blumin edhe hedhem në tepsinë e lyer me vaj. Tash e shtrina mirë blumin në tepsi edhe shkundën për pak, që t'jetë masa e blumit e shpërndar në të gjitha ondë. E kemi shtri edhe blumin në të gjitha ondë, me njerë e fusim tepsinë në furrë pra në topan, që t'pjeket temperaturë 250 gradë. Tash e fusim tepsinë pra në toponin e nxehtë në temperaturë 250 gradë. Hajde mashallah, tash të e shikoni tatlin që është pjek për 25 minuta në temperaturë 250 gradë. E nalim toponin. Si gjithmonë e morim tash një rrëmujse, pra nëse blumi nuk ngjitet, atëherë edhe tatlia është pjekur super. E morim tash një thik edhe bismillah e bojna prerjen nxehtë kështu që është. Pasi e kemi bo dhe prerjen e tatlis, bismillah tash të morrim pra shërbetin, sheqerin e tretër pra me ujin edhe aqesin. Tatlia me qenë pra e nxehtë, shërbeti ashtu kështu është i ftoftë. Basi ja kemi qitë pra edhe shërbetin, qështu ja bojna me unë të thikës që shërbeti të hinë brenda mirë, edhe pse e pinë shërbetin, edhe del një tatli fantastike. Ja vlen ta provoni, se cila motër, ju që s'keni tepsia të mëdha, e s'jeni familje madhe, veç e përgjysmoni mosat e brumit. Edhe tatlia duket kështu, e ka pi krejt shërbetin, del fantastike, e but, e shishme, bashkë kom ju knaq. Ne tash jemi kallavllak bashkë. Ose mundeni me hangër me lugë, ose krejt rreth familja, ose mundeni me qitë normal në pjata. Del fantastike.
Neve na beft të mirë, e juve po ashtu nëse e provoni. Faleminderit për përkrojnë që ma beni komentet e bukura, normal e lojna me uftof, sepse tatlia ka qenë e nxehtë, edhe shërbeti ftoft, por prap ka qenë tatlia e nxehtë për një 30 minuta, ku e ftofet me një herë. Juve përshëndes përzemërsisht nga Kosova june e bukur, deri në recetën e radhës nga kuzhina. Neri t'ju them, miru pofshim.